kam luksin të pyes duke qenë se me gjithë ata që bisedoj që janë ende në pjesë e sistemit, çdo pyetje është nuk kam koment, nuk mund të flas, kështu që sot e kam luksin të pyes sepse mund të kem edhe mundësitë dhe shanset për të marrë një përgjigje. Cili ka qenë ai moment në karrierë në të cilin je ndier ndoshta intimiduar, i rrezikuar, ke patur frikë Eugen për të shkuar në sallën ku do të zhvillohej gjyqi? Frikë është fjalë e madhe, po tension për të shkuar në sallën e gjyqit, po kemi patur tensione në disa raste. Kam pasur një rast të një tensioni, do t'i marr të dy shembujt, të krimit të zakonshëm, po themi, dhe krimit të organizuar. Kam pasur një rast në Vlorë ku personi akuzohej se kishte vrarë bashkëshorten dhe 2 fëmijët e tij të mitur, dhe ne ishim në gjykim dhe salla e gjyqit ishte ndarë në 2 pjesë me publikun. Gjysma ishin të afërm të autorit dhe gjysma tjetër të afërm të bashkëshortes së tij dhe fëmijët që ishin në mes. Dhe në momentin që kemi dhënë, kam kërkuar burgim përjetshëm, është quar tërë salla dhe janë përplasur me njëri tjetrin dhe me ne. Edhe ka qenë një moment shumë tensioni dhe me zor kemi gjetur rrugën për të dalë nga salla e gjyqit. Ka qenë vitet 2003. Kurse një rast tjetër ka qenë në gjykatën e krimeve të rënda, po gjykonim një person i cili kishte kryer vepra shumë të rënda penale, ishte pjesë e një organizate kriminale të rrezikshme dhe në moment para se të hynim në sallën e gjyqit, na vinin informacione nga shërbimet shqiptare dhe të huaja që po merren në konsiderat ideja dhe informacioni që këtë person do vinë ta marrin në sallën e gjyqit duke për t'u arratisur. Donin ta merrin me forcë një skuadër e armatosur në sallën e gjyqit. Dhe ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse s'dinim ç'do bënim dhe në moment të fundit vendosëm të anullojmë seancën gjyqësore, për faktin e thjeshtë që transportimi i të arrestuarit që do bëhej nga burgu deri në sallën e gjykatës, nuk e dinim a do rrezikonte jetën edhe të forcave të sigurisë që do e sillnin, nuk kishim sigurinë se si do ndodhte dhe mund të kishte shkëmbim me armë zjarri në sallën e gjyqit dhe do ishin shumë të rrezikuar, kështu që më duket si e padrejtë, po vendosëm më mirë ta pezullojmë gjykimin, ta shtyjmë seancën gjyqësore, derisa të qartësonim tërë informacionin e dur. Këto ishin momentet më pikante, ka pas plot pasaj